e kam fjalën për ty Bekir Halimi, sepse ishin hoxhallar si puna juaj, me propagandën tuaj, që quhat me qindra nënash nga Ballkani në Siri, i bët xhihadistëve, terroristë, dhe Abu Muhammed al-Gjulani, kur rrëzoi qeverinë siriane, e rrëzoi me këta mercenarë që ju quat. Rrëzimi i Siris ka bërë sot që të shkatrohet ai që njihet si boshti i rezistencës, dhe kjo është arsyeja pse Netanyahu vazhdon edhe vret edhe bombardon Sirinë, të cilën po e ndan, bombardon Libanin, bombardon Gazën, bombardon Bregun Perëndimor, bombardon Jemenin, bombardon Tunizin dhe vret edhe therr njerëz. Tani, nëse ti këto i bën për punën e 4.5 milion eurove, sikur tha vllai, më çon një mesazh, më thuaj doshje i familjen, edhe unë do them lëreni Bekirin se e bën nga halli. Tani, pas Bekirit, do merrem edhe me një tjetër, me Sadullah Bajramin. Kur Sadullah ta nxjerr. Kemi edhe Sadullah e umën në rrugën 20 vite u sellshin. Edhe Sadullah miq del në një nga raportet e amerikanëve, ku tregohet që edhe ky ishte pjesë me gjithë Bekir Halimin e sjellës se 4.5 milion euro në vit në Maqedoni. Të komunikuan porri. Ai në movë se na që të porri. Pa një luft, pa i luftë, tanë vëllaj na nuk, se ne do të rrim këto, po në popullin e vetë. Sigur sot, e njëjtë historie nën presionin e fjerëse për do një gjenerat e re. Kur janë përpiq që i futët ta blejnë Kuc, ta blejnë Palestinën. Abdul Hamidi i ditë ka thonë, për shkak njerëzve të rreç. Para atë në kohën e Abasive, Salahuddin Ejubi kër e ka çliru Kucin, punën e parë e ka rënu shtetin e Fatimive, shtetin e Mevludagjive. Mevludagjit nuk të lirojnë vend. Shënon e këta një histori kur të shtrinë e ti, ata spari e kanë rënuan shtetin e Fatimive. Hizbullah i mu të shërënjos, pas ta i shërënjos Kuc. Kur ta kuptoni një ditë, se Hizbullah janë shërënjos prej Libanit, dini se atë ditë a ka njësë rruga për shlirimin e Kuc. Okej, vazhdojmë me Sadullah Bajramin. Ju e pat nga fytyra, Allahu ja ka marrë fytyrën, duket sikur të jetë shën, sikur të jetë njëri, shumë njëri shëmtut. Unë mezi ja marr vesh edhe gjuhën, se nuk e di çfarë gjuhë flet ky. Sadullah Bajrami akuzon Fatimidët, sigur ata kanë patur fajin për marrjen e Kucit nga kryqëzatat, në një kohë që ky idiot nuk e di që Xhamin Aksa me bukuritë që ne kemi sot e kanë ndërtu Fatimidët, por Fatimidët kanë qenë shit ismailit, nuk kanë qenë si këta shitët e Iranit, kanë qenë tjetër se shitësh. Edhe më pas, në vitin e tij Sadullahi thotë se unë s'kam edhe nervat që ta dëgjoj këtë idiot deri në fund. Kush po e shet Kucin, po e shesin shitët. Domethënë gjithë ideja e Sadullahit është që pse po vuajnë sot palestinezët është se e kanë fajin shitët. Në një kohë që Palestinën e ka lënë balë sunitët miq. Është Turqia, e cila lejon tregtin vazhdoi me Izraelin, lejon naftën e shitëve të Azerbajxhanit që të dalin nga porti i Xhehanit dhe të furnizojë armatën izraelite. Janë sunitët e Jordanisë, e mbretit Abdullah, që është nipi i tradhtarit të kalifatit Sherif Huseinit, i cili tradhtoi otomanët dhe sultan Abdulhamidin. Është Jordania ajo që kur Irani godiste me raketa, Jordania rrëzonte raketat iraniane mbi Izraelin. Është Jordania, është Arabia Saudite, janë Emiratet Arabe, ato që bëjnë tregti me Izraelin, në një kohë kur nisi lufta e boshtit të rezistencës të Iranit, të Jemenit, të Irakut, të Siris, të Libanit dhe Hamasit kundër Izraelit, dhe iranianët me Huthit mbyllën detin e Kush, ishte Arabia Saudite, Emiratet Arabe, Jordania, ato që hapën portet e tyre dhe rrugët e tyre për të furnizuar me ushqime Izraelit.